Fund, zoti Vuksani, a kemi ne një kuadër të qartë ligjor për të rregulluar të gjitha këto gjëra, për të parandaluar këto dëme? E kam fjalën se nuk është puna vetëm për të folur ose për të diskutuar nëse një ndërhyrje e caktuar ka parat pista apo korrupsion nga mbrapa apo jo. Po, në rastin e zjarrit për shembull, digjet një pyll, është bërë ky dëm në këtë pyll. A ka përgjegjësi bashkia që duhet kishte këto mjete për mbrojtjen ndaj zjarrit, apo kjo ndërhyrje që është lejuar të bëhet, që ka krijuar këtë dëm tek ligatinat, apo tek ky lum, apo tek ky terren, kemi ne një kuadër ligjor të shtrirë që i përcakton edhe dëmet që mund të krijohen, edhe ato që duhen bërë përpara, por edhe përgjegjësit, cilat janë organet përgjegjëse për t'i bërë këto? Dëgjoj, kuadri ligjor nuk është i mangët në Shqipëri. Përgjithsisht ekziston dhe ka një lloj si thosh ndarjes së përgjegjësive me disa institucione. Problemi është tjetër, se ky kuadër ligjor mbi bazë e interesave që ka qeveria apo klientët e qeverisë ai ndryshon. Po, ndryshohet sipas tjetër. Siç ishte ligji 81 i 2017-s për zonat e mbrojtura që u ndryshuan në 2024. Pra, frika është sepse mund vinë një klient i qeverisë dhe thotë që unë duhet të ndërtoj në portin e Shëngjinës, porti i Lezhës, porti i Durrësit u mbyll. Dhe gjithë, si thuash, baza ligjore ekzistuese ndryshohet në funksion të këtij klientit të qeverisë. Pra, gati mund të them se ligji ekziston në letër, ekziston, por në qoftë se interesat janë të mëdha dhe kryetari i qeverisë mendon se duhet të bëhet një çok, atëherë gjithë baza ligjore si thua shillet poshtë. Nëse e keni ndjekur në qershor të këtij viti, Parlamenti Evropian nxori një deklaratë e cila thonte e cila thonte që duhet të ndalohen gjithë lejet e ndërtimit dhe gjithë ndërhyrjet që mund bëhen në zonat e mbrojtura deri në rishikimin e ndryshimeve që u bën ligjit 81 në 2024. Por problemi është apo ndalohen aktualisht, punimet po vazhdojnë me dhjetra dhe me qindra. Po vazhdojnë, shumica nuk pranon as në parlament ta diskutojë këtë gjë, jo më të ndalojë punime dhe projekte. Në zona të ndryshme. Kështu që ngaherë duket sikur ka një presion kombëtar, ka një presion ndërkombëtar, por ato njerëzit që janë të lidhur me këto ndërtime vazhdojnë punën e tyre. Për shembull, kam shprehur disa herë shqetësimin tim për Talen, për ndërtimet që po bëhen në zonën e Talës, pikërisht në zonën nga derdhja e Amatit në derdhen e kanalit kryesor Kullues, dhe shumë media dhe shumë televizione nuk guxojnë ta japin si lajm. Gazetat nuk e marrin shkrimin apo artikullin që përgatiti sepse janë të lidhur me 100 fije me përfituesit e projekteve. Pra, mundohem të them që presioni kombëtar dhe ndërkombëtar është i mirë, është i dobishëm, por nga ana tjetër qeveria dhe kryeministri shqiptar po vazhdojnë pa ndërprerje, si sta drejtori i emergjencave civile të bashkuar për të forcat bashkuar dhe çështja është se edhe në zonën e Nartës, në zonën e mbrojtur atje kishte kohë që ishte dhënë alarmi nga shumë organizata ambientaliste që kur nisi aeroporti ka filluar debati atje, edhe tani është në sytë të gjithëve kur aeroporti është bërë, kur projektet janë menduar, kujt do jepen, si do jepen, dhe kur dëmi bëhet pak a shumë fillojmë ne të gjithë masa pastaj të kuptojë se çfarë ka ndodhur. Kështu që ndoshta jemi në kohë për Talen, nuk e di se jemi në kohë për Talen. Po, patjetër. Nëse them edhe dy fjalë për aeroportin. Për shkak ndërhyrja me aeroportin e Vlorës është një nga ngjarjet më të këqija që i ka ndodhur për kësaj zonës së mbrojtur. Sepse në radhë të parë, zhurma uljes dhe ngritjes së avionëve do të prishin në mënyrë përfundimtare, si thua, këtë zonën e shpendëve që jetojnë gjatë 12 muajve në zonën e Nartës, por edhe me gjerë. Nga ana tjetër, edhe avionet që do ulen dhe do ngrihen ka një rrezikshmëri për jetën e njerëzve që do qarkullojnë. Sepse këto pelikani apo
flamingot konsiderohen si shpend të mëdhenj dhe një apo dy nga këto shpend nëse përplasen me avionin shkaktojnë si thua. Po ti heqin pelikanët dhe flamingot nga zona dhe të lëm vetëm avionët dhe vilat dhe jatet, nuk do e kemi këtë problem, apo jo? Po, më besoj se kjo është edhe strategjia e qeverisë shqiptare që të largohen ato që kanë jetuar për 1000 vitesh aty dhe të jetojnë po spesjet e reja që do vinë aty pastaj. Spesjet e reja, matrapatët e rinë, kapitalistët grabishar të rinë që po grabisin gjithçka. Zoti Vuksani, ju falenderoj shumë për këtë bisedë, për minutat me publikun tonë. Faleminderit. Faleminderit. Le të themi gjërat siç i mendojnë dhe sadopak unë jam shumë i lumtur që shqiptarët reaguan, sepse kemi vite që flasim